Madhrues basketbollit në adresën numër 1 të sportit në vendin ton platformën Art Motion, ku do qeni duke na shikun këto qaste Kosovë, Evropa apo Amerikë, mirë se erdhët në duelin vllazimi bashkimit direkt nga Shani Nushin Gjakov, ku në këtë mbrëmje fantastike të basketbollit me ju jam Una Gonfemiu. Ja pra edhe peshën për shofim Azemi Anderson, Sinani Gjitobo dhe Poloshka. Bashkimi do të startoj me Morinën, Williamsin, Kopsin, Greenin dhe Lejson Ziqirin. Për të dyja skuadrat, topi i parë për bashkimin Green. Shumë të mirë në fillim, Arjan Azemi tenton për 3 pikë dhe në tentimin e parë referimet dhe vendimet. Green depërton e kthen topin të Lejson Ziqiri, cili lanson dhe treshën e qillon. Ziqirit aty depërton Azemi, bukur. Nga një treshë se blokada tje Greenit, ja teron. Green për një pozite të vështirë, lanson dhe treshën e dytë reshte realizon. Lejsonin për ta push, sa bukur nga ana e kundër të gjithë betën në gjumë vllazimit. Green tenton për 3 pikë nga çfarë pozite, treshja e tretë. Nuk ja pason atje Punjakut, se Kiqi ishte i vetmuar, nuk e pan Zekiqin, ndërsa kosh faul nga Williams për 14-20 plus një gjuajtje të lirë. Në këto 12 minutat e para 7 pikë. Në ndrendi në mbrojtje Arbër Sinani. Sa Max Smith depërton deri në fund në re. Kërpa, kërcy fare atje. Me priti. Tha dini qka, hajtë se une po e lansoj dhe të vendi e dërgoj, s'ka faj. Ju bo bajat jeta tu e prit lëvizin e bashkëlojtarëve të tij dhe tha po e provoj fatin dhe topin. Bën presion Poloshkës atje për t'ja vjedhë topin. Gjitobo depërton dhe realizon kosh faul për Jason Gjitobo. Qendrën nigeriane gigantin 211 cm, reprezentuesin e Nigeris, i cili ndalet në mënyrë të paluar nga Altin Morina, fenomenale dhe të niveluar nga fillimi. Çfarë blokade atje, s'ka ka të lëviz, ka të kalon. Punjaku nga Himalajet, nga Pashtriku atje, lanson dhe qëllon për 24-28. Nga çfarë pozite atje realizoj. E she atje koridorin depërton. Çfarë blokade, ja teron Kops kundër sulmi shpejt, mirë po faul në sulmi ishte ky. Ishte një rast i mirë për kundër sulm të shpejt edhe një herë atje. Dirk Williams me driblingjit e tij. Thash, desha të them që nuk arriti e përsi ta kaloj mirë, po treshën e lansoj, treshja e dytë rresht për një të pjesës e para. Azemi tenton të përgjigjet dhe e bënte. Pa. Një finish super i nxehtë me treshe. Rëbesh i tresheve adhurues të basketbollit. Së pari ishte Bunjaku. Mund të konstatojmë se po zhvillohet betejë e madhe. Kosh faul atje Trey Anderson. Kops tenton të ngulit atje. Shikoni shikimin e Kopsit. Azemi depërton deri në fund, bukur të Trey Anderson e kthen topin, i cili realizon treshën për të afru rezultatin në 33-36. Trey Anderson i nxehtë me 6. Bën slalom ati Koshi edhe një herë në mënyrë identike. Arjan Azemi 1-1. Azemi bën rolling, lufton pivot fantastik. Dhe në fund Wendell Green depërton, blokade Trey Anderson, Walker. Ati Koshi thot shko te veni, shko poshtë. Koshi për Andersonin, i cili shkëputet dhe me treshe eri kthene përsin e vllaznimit, i cili për 22 minuta loj nuk ishte e përsi. Pra pas asaj e përsis prej 12-10 në qerekun e parë në minutin e 5. Vetëm edhe 5 sekunda Anderson nga një pozite vështirë atje. Treshe dhe faul
erupcion në Shaninushi. Ja dhe Hashim Raci atje, Jerry Cole Helens zohët në munges e përkras skuadrën e ti edhe njëherë. Dueli 2 tresheve kontakte tani e vllazimit. Eric Williams për mrekulli. Anderson por e kap atje për mrekulli dhe shërimi pranohet. Ishte në trajektore të rënjes. E shpëton këtë top kundër sulmi shpejt Smith për Altin Morinën i cili realizon në kundër sulm për Jason Zeqiri vetmuar mbi Andersonin atje plotësisht. Kops me Horok mbi tre lojtar me fanella identik. Opala! Për herë të anën tjetër të Smithi, Kops atje lufton dhe për mrekulli Smith në thellësi Gjitobo blokohet nga Eric Kops. Kops atje lufton dhe realizon Poloshka dhe Walker i vetmuar në kënd. Jason Zeqiri lanson dhe treshën shumë të rëndësishme. Anderson i vetmuar tenton për 3 pikë dhe në treshe përgjigjet me treshe. Së shpranti në thellësi Anderson. Aj, në rikverc atje realizon. Dhe ndeshja mbyllet 61-67 fitore e skuadrës së Bashkimit e cila kështu e merr kreun e tabelës.